Një 26 vjeçar banues në Rreshëm përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ai ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka goditur tabelën e rreth rrotullimit në lagjën Partizani. Ndërkohë një 26 vjeçare banuese në Tiranë u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku proceduan një 25 vjeçar banues në Goraj, i cili duke drejtuar automjetin është shpërplasur me një motomjet që drejtohej nga një 67 vjeçar banues në Lohe, ku edhe ky fundit udhtonte pa leje drejtimi. Si pasojë ka mbetur i dëmtuar dhe përfundoi në spitalin rajonal të Shkodrës. Një 22 vjeçar banues në Shtoj të Vjetër u kap duke drejtuar automjetin në shkelje të rregullave të qarkullimit dhe u përplas me një tjetër automjet me drejtuese një 33 vjeçare, ku u përpasoi mbeti e dëmtuar lehtë një pasagjer që ndollej në automjetin e kësaj shtetëse. Në Malësi të Madhe u referuan materialet në prokurori për një 28 vjeçar banues në Koplik për veprën penale të shkatrimit pronës nga pakujdesia dhe largim nga vendi i aksidentit, pasi duke drejtuar automjetin në Vuk Palaj si pasojë humbjes së kontrollit ka shtypur 30 bagti të imta dele dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Gjithashtu në Malësi të Madhe nisi procedimi penal për 3 të mitur, 2 17 vjeçar dhe një 16 vjeçar, pasi dy shokët janë konfrontuar fizikisht dhe goditur duke shkaktuar dëmtime në pjesën e fytyrës 2 16 vjeçarëve banues në Tiranë. Për të gjitha këto raste materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.